Pas më shumë se 2 vitesh mungesë në ekran, Arbana Osmani është gati të rikthehet. Duke se pritjes po I vjen fundi, burime për Panorama bëj me dije se Arbana është në bisedime për një rikthim televiziv në sezonin e shtatorit dhe këtë herë jo në platformën ku e bën njohur Top Channel. Burimet thonë se TV Klan është televizioni I përzgjedhur dhe se një takim I fundit I zhvilluar javën e kaluar ka vendosur bazat e bashkëpunimit të ri. Dhe pse marrëveshja përfundimtare ende nuk është zyrtarizuar, sinjalet janë pozitive, duke se moderatori I ka thënë po ofertës së majme për të rikthyer në një tjetër sezon. Por shumë janë ndjekëse që pyesin rreth formatit që këtë herë do të moderojë Arbana, ndonse vetë televizioni ka disa variante ku përfshihet edhe një reality, duke se ende nuk është vendosur se çfarë do të drejtojë. Propozimi që përflitet deri më tani është një format me histori reale, të ngjashme me atë që Arbana ka moderuar vite më parë. Megjithatë, gjithçka do të bëhet publike para nisjes së sezonit të ri në shtator. Ajo çfarë dihet me siguri është fakti se një ofertë shumë bujare është bërë për të, të cilën vetë Arbana ka vendosur ta pranojë. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.